Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Sot jam 38 vjeçe. Kam kaluar 15 vite dhe shumë gjëra koha nuk i ka shëruar. I mbart me vete çdo ditë, e ndjej në çdo frymarrje. Ishte pikërisht koha kur unë isha 23 vjeçe, e re, e vetme dhe shumë e frikësuar. Babai i fëmijës tim ishte larguar sapo mësoi për shtatxanin. Nuk më mori më në telefon, nuk u kthye më, dhe unë beta vetëm me një jetë që po rritej brenda meje. Nuk ishte as pak e lehtë, fjalët e njerëzve, shikimet, gjykimet, por pavarësisht gjithçkaje, unë e doja atë fëmijë. I flisja çdo ditë, i premtoja që do t'ja dilnim bashk, që nuk do ta lija kurrë vetëm. Dita e lindjes erdhi më shpejt nga sa unë e prisja. Isha në maternitet, e lodhur, e frikësuar, por e mbushur me një ndjenjë që nuk mund ta përshkruaj. Ajo ndjesia që diçka e madhe po ndodh. Lindja ishte e vështirë, orë të gjata dhimbje, zëra përreth, drita të forta, dhe pastaj një moment, një klithëm. E dëgjova, unë jam e sigurt që e dëgjova zërin e fëmijës tim. Një tingull i vogël, por që më mbushi shpirtin. Shqyr është gjallë, mendova. Por me njëherë pas asaj, gjithçka ndryshoi. Nuk ma sollën kurrë, nuk ma treguan. E morën me njëherë. Ka vdekur, më thanë. Si është? Unë nuk paria do ta perceptoja fjalin. Nuk është mirë. Kaluan minuta, ndoshta orë, nuk e di, sepse koha në maternitet nuk funksionon njësoj. Pastaj erdhi infermierja. Nuk ja doli dot fëmia. Ka kaq shumë mënyra për të thënë një lajm të tillë, por ajo ishte më e ftohta. Nuk qava me njëherë, nuk bërtita, thjesht mbeta bosh. Diçka brenda meje nuk e pranonte. Por unë e dëgjova. I thash me ngadalë, ajo nuk reagoi, uli sytë dhe doli. Ditët që pasuan ishin mjegull, nuk ma sollën kurrë trupin. Më thanë që nuk ishte e nevojshme. Procedurat ishin bërë dhe duhej të pushoja. Por si mund ta pranosh diçka që nuk e ndjen si të vërtet? U ktheva në shtëpi bosh, pa fëmijën tim, pa përgjigje, pa mbyllje, kaluan muaj, pastaj vite. U përpoqja të vazhdoj jetën, të punoj, të mbaj veten, por ajo ndjenjë nuk u largua kurrë. Ai zë, ajo klithëm më ndiqte në mendje për vite. Nuk më linte të qetë. Sa herë e kujtoja një pyetje më kthehej gjithmonë. Po sikur mos të ketë vdekur? Fillova të vërej gjëra që më parë nuk i kisha menduar. Mungesa e dokumentave të qarta, fakti që askush nuk më dha një përgjigje konkrete, fakti që gjithçka ndodhi shumë shpejt dhe shumë ftohtë. Një ditë pas shumë vitesh po flisja me një gruaj që kishte kaluar diçka të ngjashme. Ajo më tha, ndonjëherë fëmijët merren dhe u jepen familjeve që nuk bëjnë dot fëmijë. Ajo fjali më tronditi. Ishte hera e parë që dikush po më thoshte atë që unë e kisha ndjerë gjithmonë brenda meje. Dhe mbase historia ime kishte përfunduar në këtë mënyrë. Ka kaluar shumë vite nga ajo ditë që më ndryshoi jetën. Jeta ime nuk ishte bërë më e lehtë, por kisha mësuar të jetoja me atë boshllëk. Ishte bërë pjesë e përditshmërisë time si një dhimbje e heshtur që nuk largohet kurrë. Nuk kisha më as shpresa të mëdha, as pyetje të reja, vetëm kujtime që më vinin papritur në momentet më të qeta. Po kaloja një pasdite të zakonshme, isha në shtëpi vetëm duke bërë punët e përditshme, kur dëgjova një trokitje në derë. Trokitje e lehtë e pasigurt. Nuk e mendova shumë dhe shkova ta hap. Kur e hapa u shtanga, përballë meje qëndronte një vajzë 15 vjeçe, e panjohur dhe në të njëjtën kohë çuditërisht e njohur. Sytë e saj, diçka në ta më goditi me njëherë. Ishin sytë e mi. Për një moment nuk fola, as ajo nuk foli. Qëndruan përballë njëra tjetrës në heshtje sikur koha të kishte ndalur.
Pastaj ajo uli shikimin dhe më tha me zë të dridhur: "Ti je nëna ime." Zëmra më ra në tokë, nuk dija të merrja frym. "Si the?" "Unë e di të vërtetën, më kanë treguar gjithçka," më tha ajo. Në atë moment gjithçka brenda meje u shëmb dhe u rindërtua njëkohësisht. Duart filluan të më dridheshin. E shikoja dhe nuk e besoja dot. "Si është e mundur?" e pyeta. "Kam jetuar gjithë jetën me një familje tjetër, por gjithmonë kam ndjerë që diçka nuk ishte në rregull." Dhe para disa kohësh më thanë të vërtetën. Fjalët e saj më godisnin një nga një. E dëgjoja për një pjesë e imja nuk e pranonte ende realitetin. "Dua të të shoh, nuk di çfarë tjetër të bëj," më tha ajo. Në atë moment nuk munda më të qëndroj në këmbë. Ula ngadalë dhe fillova të qaj. Jo nga dhimbja, por nga diçka që nuk e kisha ndjerë prej 15 vitesh. Shpresa. Ajo u afrua ngadalë dhe për herë të parë u përqafuam. Një përqafim i huaj, por njëkohësisht shumë i njohur. Një përqafim që kishte munguar gjithë jetën. Nuk folëm shumë atë ditë, thjesht qëndruam pranë njëra tjetrës, duke u parë, duke u përpjekur të kuptonim një histori që ishte ndarë në 2 jetë ndryshme. Para se të largohej, më pa në sy dhe më tha: "Dua të njihemi." Dera u mbyll ngadalë dhe unë mbeta aty pa lëvizur me zemrën që më rihte fort dhe me një pyetje të re që sapo kishte lindur. Pas asaj dite, asgjë nuk ishte më si më parë. Takimi ymë nuk mbeti vetëm një moment i vetëm. Vajza filloi të vinte më shpesh, në fillim me hezitim, pastaj natyrshëm. Çdo ditë që e shija më duker sikur po njihja një pjesë të vetes që më kishte munguar gjithë jetën. Nuk ishte as pak e lehtë, kishte shumë emocione të përzjera, dhimbje për vitet e humbura, pyetje pa përgjigje dhe një gëzim që vinte me vonesë. Por mbi të gjitha, ishte ndjesia që më në fund nuk isha më e vetme në atë histori. Me kalimin e kohës, ajo filloi të qëndroj më gjatë tek unë. Në fillim vetëm disa orë, pastaj ditë dhe ngadalë u bë pjesë e shtëpisë time. Nuk ishte një ndryshim i menjëhershëm, nuk ishte një prallë që rregulloi brenda natës. Duhej kohë, durim, shumë biseda të gjata, shumë lot dhe shumë heshtje që flisnin më shumë se fjalët. Por çdo ditë që kalonte, ne afroheshim më shumë. Ajo filloi të më quante mami pa u detyruar. Herën e parë që e dëgjova nuk mund ta besoja, vetëm e përqafova fort. Një përqafim që kishte 15 vite pritje brenda saj. Me kalimin e muajve vendosëm që ajo të jetonte me mua. Nuk ishte vendimi lehtë për askënd, por ishte vendimi i duhur për ne. Filluam të ndërtonim një jetë nga e para. Mësuam njëra tjetrën si 2 njerëz që në të vërtetë ishin të lidhur përgjithmonë, por që jeta i kishte ndarë padrejtësisht. Ajo më tregonte për jetën e saj, unë i tregoja për timen. Ngadalë boshllëqet filluan të mbusheshin. Shtëpia që dikur ishte e heshtur u mbush me zë, me të qeshura, me biseda të thjeshta, me jetë. Nuk mund të them që dhimbja u zhduk plotësisht, sepse 15 vite nuk fshihen lehtë. Por dhimbja u zbut, u shndërrua në dashuri, në një histori që kishte kuptim, në një fund që nuk e kisha imagjinuar kurrë, por që e kisha pritur pa e ditur. Sot kur e shoh pranë meje, e kuptoj që jeta ka mënyrat e saj të çuditshme për të na kthyer atë që kemi humbur. Dhe ndonjëherë, kur je ende gati ta pranosh, për herë të parë pas shumë vitesh, e ndjej veten të plotësuar. Na bëni subscribe për histori të ndryshme.